Një që shtoj kemi një farkojve dati stupcave, puth mi durt, puth mi komt. Hajt bimu se bët madhe që ti ka puth komt një farkojve se krejtve na ka ndodhë me na i puth durte, me na i puth komte, për nashta na ka ndosht, nashta edhe nuk na ka ndosht heq, po e kam ba sa me u dok që po na dojnë. Nashta e kap që po du me thonë. A e pat pramë se shka ndodhi në Big Brother VIP Albania. Filmat drejt gjestit nuk kanë të ndalur. Arritën me shti Gjenetën në Big Brother mas shumë përpjekjeve, po hin Gjeneta, po hin Gjeneta, po hin Gjeneta e që hine. Po qka boni? Bashkur gjuhiq. Vetë sa ja qiti faqen e zez vetës hala ma shumë. Para mendoni, e që në ndjalin prej gjumit, vetë sa i me bu në i farë gjestit, që ka shprehi me bu gjeste, po bashkur gjo nuk boni. Sa që ishtë ashtu që që të thajke. Veç një farë hije u ka i do këtë që është dika, asi hije e pa shpirt. Një që është Gjeneta, e pa shpirt. Diçka interesante që ka ke dhe mu dok për një me interesant, Rozana Radi se qysh i rike afer gjesit. Për asë një moment nuk e la që gjesi mund diku prej fjalleve që i thejke Gjeneta të një pas njëshme. Që me dhe me këto krejt janë mashtrus, që po mahet Big Brotheri hala tu përmen Gjeneta. A nuk e din që kjo o ka dhe me majt vetën e qendër të vëmendjes tu e përmen Big Brotherin. Ose, po e tham kështë ma mirë, tu majt për gjestit. Nuk e di vlla qka shkon mu mirë me vetën. Për shambull, pse nuk e bën podcastin që veqa kam premtu Klan Kosova, ose nashta veqa kam premtuar nuk ja bojnë korrat podcast. E një sen tjetër që po du me thane, po presi ju më tregu se qka po menoni, që për një me produksioni jën ka mënohen me qitë keq gjestin, a nashta ja kam premtu dikuj tjetër çmimin e madh, po këshyrim ja maru kulaqin e me qitë jashtë.